Faleminderit. E, Jo, mire ki qëto me drejtat e grave të na jena shumë larg jena. Po nuk e di është kompatible kjo me islamin, nuk është me islamin, madje edhe ligjet e reja që janë, që ja japin vajzës 50, djalit 50, edhe kjo nuk shkon, nuk lejohet me islam, sepse edhe do t'i ngjitem këtu, sepse në këtë rast motra i hyn hak vllaut. E tash po pyet këtu një person, a mundesh me na shpjegu, zonja Iqbale, pse vllau i merr 2 hise e motra 1 hise? Shumë pyetje e mirë, se Zoti në surën Nisa, ajeti 11 thot, Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj, do më thënë babën, jo vllaun, motra nuk ka hiset e vllau. Po nëse baba s'ka dit me nda, ose ka qenë, si me thonë, ose ka qenë i padishëm, ose ka qenë vetëm shqiptar me kanun, atëherë vllaznit sot e kanë njoftu me fjalën e Zotit, vllaznit sot munden me i largu mallkimin prej shtëpive tyre, sepse i kanë ndërtu pasuninë e vet në themelet e haramit. Qofshin ajo edhe veç toka e babës, po nëse nuk ja ka dhënë motrën hisën motrës prej babës, atëherë çajo shtëpi që është ndërtu në tokën e babës nuk ka me pas bereqet, shnet, begati, nuk ka me pas lumturi. Plus nëse vllau ja mbyll derën, aty i ka bo zullum. Te na thënë zullum është e njohur kjo fjalë, që Zoti thot, ai ka mallku njerëzit të cilët janë zullumçar. Qose motra jote kanë, pse ti ja ke mshel derën, ti je zullumçar. Sepse ti për interesin e kësaj dynjas, të ka manipulu ndoshta djali jot, ndoshta baxhanaki jot, ndoshta dhondri jot ka manipulu dikush, ndoshta gruaja jote të ka manipulu, sepse e ka sundimin, e ka forcën, edhe gruaja i thot, çka mare, kimi ja dhon motrës tënde, hajde mare, une se ku marrë te baba. Oj zoj, ti se ke marrë te baba, po une e kom përgjegjësi para Zotit, e tjera. Kështu që nëse edhe motra ja merr vllaut me ligjin e Kosovës, kushtetutës Kosovës, gjys për gjys, motra i hyn në hak. Tash po kalojmë te përgjigje. Të vësh pak pyetjen, a nuk bën gjys për gjysa? Jo, nuk bën kurse si. Pse nuk bën këtë? Unë që i kom qike djali ma shumë. Jo, djalit duhet 2 pjesë, vajzës 1 pjesë. Por pse? Që po shkojmë, fjala e Zotit thot kështu. Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj, mashkullit i takon atë sa u takon 2 femrave. Nëse 3 valli i ka për shembull 1 djalë e 1 vajzë, atëherë i ka një pasuni prej 100.000 eurove. Dhe këtë pasuni duhet me da vajzës 2 pjesë, pra 33.333 euro 1 pjesë, a djalit 2 pjesë, 66.666 euro. Pra, ky merr 6.600, ky merr 3.000. Pse? Sepse vajza nuk guxon, kjo është masi të vdes baba. Trashëgimia nuk mund është ti 3 vallë, mi a dhon vajzës tënde dhe djalit tënd mi a da trashëgimin sa je gjallë. Nuk i drejt. Por e shkruan testament. Testament e lo që mas meje e llogariti, për shembull i ki 2 shtëpia, e ki ato, i thush, i llogarit sa pare po bëjnë, edhe i thu që të banesën pjalo vajzës, që to 2 banesa pjalo djalit, e tjera. Do më thonë, testamenti, ndamja e pasunis, bëhet mas vdekjes. Ose, sa je gjallë, pejgamberi kur ka dhënë, ligjërat me njëherë kanë shku të shtëpia, kanë shënu. Por, kur të vdes baba, që atër qilet letra e testamentit, prej kadis e vërtetume, apo prej noterit e vërtetume. Jo e pa vërtetume mundet çdo kush me shkrujt, po baba jot o desht me në shkru. Prandaj, pse vajzës i jepet 1 ise e djalit 2 ise? Sepse vajza, për shembull, nuk është martu. Si ka dal kismeti.
vajzën s'mundesh me qitë ti vlla, që aty ki me majtë, te hisja babës, te shtëpia jote, ti ki më kujdes për motrën tënde, derisa të vdes. Por hisën prap kimi ja dhanë. Po ajo që aty ka me hangër, ka me pi, sa e motra po hanë, ndoshta motra hiç punon, ndoshta punon motra, por rrogën e manë për veti, s'mundesh ti vlla i mia marë. Por motra e ka strehimin që aty të shtëpia e babës, edhe ti momentalisht e ki strehimin të shtëpia babës. Po pse motra ma pak, një hise 33.000, djali 66.000. Sepse, nëse motra nuk martohet hiq, ajo e ka shfrytzuar komoditetin të vllai. Komoditetin. Se ndryshe kur je hall, që ke lind në atë shtëpi, unë i thom kur shkoj në shtëpinë të babës tem, kur jam kon vajzë, më thon, babush, hajde bre ta hekim që tapetën se mu ka mërzit mo që kjo. Hajde për babush birja do pare ta blem një tapet të re. Nusja s'ka guxu me fol, sepse ajo është e ardhme në atë shtëpi. Edhe unë e kom pas një autoritet më ndryshe të baba jem, po nusën e kom pyet, hajde bre ta t'lindja shkym ta blem një tapet. Po unë e kom vendos edhe baba edhe vllau. Por, nëse unë jam hall e martume, edhe shkoj te njëjta shtëpi e babës, edhe i thom, hiqe bre që tapetën edhe ti ma hajde hiqe, thot nusja, jo, se shumë e mirë është. Ose vllau. Ma i këballa, a bën shkurt i këballa. Atë pozit, do me thonë, kur motra vdes, që shkurt, do me thonë motra, kur është vajzë, e pa martuar, ajo e merr një pjesë, vllau 2 pjesë, sepse vllau e ka obligim, smundjen, martesën mja pregadit, nëse baba i ka vdek, e tjera, plus kur të vdes motra, komplet pasunia i kthehet tash vllaut. Se baba ma nuk është. Shikoni, prap vllau po fiton. Por nëse motra martohet. Bove shkurt, bove shkurt. Që shkurt mja bo? Me ta bo një pyetje shkurt, një pyetje shkurt. Po, a jon këto ligje të këtij besimi të caktuar përshtatshme ose në përputhshmëri me rendin edhe kushtetutën që e kemi në shtetet moderne? Po, janë sepse kushtetuta e Kosovës ty nuk të përzihet. Kushtetuta e Kosovës bile e shkel femrën, a dini pse? Sepse e kanë ligjin që unë e kom e luftu me hek, aty e pranon prej avokatit, thot unë e po hek i dorë. Kusht je moj zoj ti me hek dorë? Kurani nuk thot ty me hek dorë. Kështu që kushtetuta e Kosovës ty të len të drejten me thonë që unë e s'po du me marë, edhe krejt pasunin teme, unë e po hek i dorë, komplet pasunia i shkon vllaut. Kjo është pa drejtësi që i bën kushtetuta e Kosovës. Unë e kom i luftu, kësë me gjallë e shnosh, veç ja kom një që një vjetë, po s'po kom vend në parlament, kërkun s'po kom, se po më bëjnë pa drejtësi, sepse kur po foli unë drejtësia ta hala po më shtypin, po s'ka der. Shu që duhet me bon si kurse kur kom dash me regjistru një vetur. Në Kosovë unë jetojmë, Prishtinë, vetura ka qenë 2004-ës. Po ma krejt e shkatrume, po s'kom standard me pas një vetur. Është pa drejtësi një veture 2004-ës, që është për shembull 2000 kubik, edhe një veture 2024-ës, që kushton shumë e shtrejt, po sigurimin e ka të njëjtë, regjistrimin e ka të njëjtë, si fukaraja, si pasaniki, kerrin që e ka 200.000 euro dhe ky që e ka kerrin 2.000 euro e paguajnë tatimin njëjtë. Thot aja, di çka të bën për regjistrim. Thot para 2 vjetëve Albini tash e ka hek. Kur ke pas ti me regjistru kerrin, ai të ka thonë shko paguje tatimin pronë. Qose s'ke pagu tatimin pronë të shtëpisë, ai s'ka leju ty me regjistru veturën. Edhe ky shteti duhet me bën njëjtën. Me a hek këtë ligjin që gruaja thot valla hun po hek i dorë. Jo zonjush. Ti s'ki drejt me hek dorë. Ti duhet mu da mallin, që se do në vllai jot, shtëpin prej emrit babës me qit në emër të vet, njëherë duhet mu da, a me shëriat, a me të Kosovës, ti duhet me da njëherë, e mandej ti ndash hek dorë interno, shka do një bani. Shu që ligji i Kosovës ty nuk jenë kundërshtim sepse ai të lejon. Për shembull, unë e daj me shëriat, me fëmijët e mi, edhe i tham, ati shtetit si intereson a i ke da me shëriat.
Po i tham shtetit atje në gjykat, noterit, i tham, shiko, që kjo banesa është për çikën teme, që kjo banesa për djalin, çaj kerri për djalin, që kjo toka për djalin, që kjo toka për çikën, ç'është don ti ndaje. Ai noteri veç ta vulos. Edhe ti kur vdes rahat, noteri ja ndan, atëherë ja qet në emrat e tyre. Jo sa jam gjallë une, qaj me bo çka don djali jem. Ai sheta, ai mashtron gruja, ai vdes gruja, ose gruja thot i ndahet, tak zonja don me hin pasunin e burrit. Jo më zoj, ti e ki pasunin te baba jot, nuk e ki te baba jem. Nuk e ki ti te vlla jem. Ajo është tjetër muhabet që shëndahet pasunia kur gruja ndahet. Por na sot jemi të folë vetëm që ta. Pra, na që jemi me shëriat, na e ndajmë si mas Kuranit, por gjykata neve na pranon. S'pa pik problemi. Vetëm thot ju tregoni çka keni qit, motrës, vllaut, bla bla bla, that's it. Kur të vdesun, atëherë çika jeme mundet me marr. Atëherë djali jem mundet me marr. A derisa jam unë gjallë, nusja jeme për shembull që unë nda për djalit, për shembull, ajo mundet mira fyllit. Jo zoj, prej asaj ditës që ke inë martesë. Shteti shumë mire ka ba, ligjet e Kosovës janë shumë të mira, të përshtatshme. Prej asaj ditës që ke hinë martes, këtu ta bën gjys për gjys. Po jo, ma bur jem ka u bo milioner, unë e kum nejtë si zoj, këtu si princezën shpi. Që shune mja marë milionerit gjys për gjys. Ama shteti këtu qashtu e thot. A Kurani e thot, krejtë ndryshe. Shumë bukur, hitë se dëmton gruan. Prandaj kjo ishte sa i përket kësaj. Pra, sepse motra edhe këta, pse e merr motra nise, sepse kur shkon te burri, ajo prap e ka hisën e vet. Edhe ajo e plotson, po pse djali dyse? Po djali e ka obligim mu kujdes për nanën, mu kujdes për motrën, mu kujdes për gruan, mu kujdes për vajzën. Pejgamberi ka thënë, një mashkull që nuk kujdeset për çeto 4 femra, nuk kujdeset. Në dynjo, Zoti thot ka me ngrit, ka me shëndru si dojus. Dojus është një krijes si derë. Edhe i ka 2 brinat vogla. Që do me thonë, s'ja ka një motra vetë ku përshkon, qa përshkon. Për bara, për motrën ka ngrejt alti. Për moralin e motrës. Asot, edhe nuk ja japin hakin, edhe nuk janin për motrën, prandaj vllai merr 2 hise sepse ai ka obligim me kriju familje. A femra ka obligim me kriju moral, me kriju vlera morale edhe me gjet një burr të mirë. Por edhe kur shkon te burri, çat hisën prap, i thot vllait, vlla, ti je biznismen, merre çet hisën teme shtien pazar. Ritma. Ajo te na Prizren thënë, na hisën pja japim qikave, mandej djemt po rrin, dhëndrit po rrin me pijama, që do me thënë po dembelon. Po mas i e ki qikën të pa edukume, mas i e ki qikën ignorante. Dikush si musliman, dikush si i krishter, ne që pak të nalim të mikrofonin, e nalim se ishte zhunë. Pra, dikush si musliman, dikush si krishter, dikush si pa fe, që nuk i pranon ligjet as Biblës as Kuranit, po i pranon ligjet e shtetit. Kjo është e drejta jonë. Sa i përket Kosovës edhe sa i përket predikimeve të mia që po jap në baza hynore të Kuranit, Kosova momentalisht edhe ligji i Lek Dugaxhinit është duke bo shkelje ndaj të drejtave të grave. Sepse si mas ligjit të Lekës, nuk e di si mas Biblës, nuk e kam studiu, por femra nuk ka të drejtën e trashëgimisë. Madje edhe vajzat që lypin trashëgimi janë mbyllin dyert. Vajzës janë mbyllin dyert. E dyta, si mas Kushtetutës së Kosovës, këtu djali dëmtohet, pra mirët sepse merret gjys për gjys. Jo vajza, po vajza i hyn në hak vllau. Por prindri këtu e bën këtë problem. Mirë po, çka është e mira e ligjeve të Kosovës, që aty të japin drejtën.
A don ti me nda me Bibel, a don me Kuran, hiq atymve si intereson. Atymve intereson me ditë. Çka është e qikës, çka është e djalit. Që she ke nda ti me marrveshje, pa marrveshje, atymve gjykatës tonë hiq nuk intereson.